Kalaja e Gjirokastras vijon të mirëpres vizitor nga e gjithë bota, që vijnë për të përjetuar nga afër simbolin më të njohur të qytetit të Gurt. Në çdo stin, Kalaja mbetet një nga destinacionet më të preferuara në jug të vendit. Turistët e huaj vlerësojnë këtë kala dhe shprehen se janë të mahnitur nga arkitektura, historia dhe rrëfimet që lidhen me këtë monument. Beautiful. Incredible. Është hera ime e parë që vizitoj Gjirokastrën, është e mrekullueshme. Më pëlqen çdo gjë këtu. Do të vi përsëri bashkë me të afërmit e mi. Structures. It's very nice. Jam nga Gjermania. Gjirokastra është shumë e bukur dhe plot me turist. Sapo kemi ardhur dhe vizituam Kalan. Është me të vërtet impresionuese dhe plot me histori që do bën për vete. To the beach after that. Ich komme aus Deutschland. Vi nga Gjermania. Është hera ime e parë që vizitoj Gjirokastrën. Më pëlqen shumë ky qytet dhe duket kaq i veçantë. Anlage. Sipas drejtorit rajonal të trashëgimisë kulturore për qarkun e Gjirokastrës, Ardis Duka, që nga fillimi i vitit e deri më tani, Kalaja është vizituar nga mbi 70.000 turist vendas dhe të huaj. Me njërit e rreth 10% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Për muajin qershor jemi në shifrën e 12.000 vizitorëve deri ditën e sotme dhe trendi vazhdon të jetë i njëjtë, pra të rreth 10% më shumë se viti i kaluar. Kjo ka sjellë një rritje të ardhurave. Me një numër vizitorësh që rritet nga viti në vit, Kalaja e Gjirokastrës vijon të jetë një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në jug të vendit. Investimet në ruajtjen dhe promovimin e saj po e kthejnë këtë monument në një destinacion reference për turistët vendas dhe të huaj.